shumica e njerëzve janë aty ku janë sot, edhe besimtarëve, nuk bëjnë dot ndryshim, sepse po të shikosh i besojmë pak asaj të panjohurës, të padukshmës, dhe jemi pjesë e, po themi, mekanizma që na rrotullon kontekstin, kushtet në të cilat jemi, nuk i thym dot ato barriera, nuk i thym dot ato mure, e themi s'kemi çfarë bëjmë. Nuk mund bëjmë më të mirë se sa kaq sa mund të bëjmë. Por të gjitha historitë, triumfet që janë treguar në historinë islame janë për njerëz që kanë besuar përtej asaj që duket. Madje un kam dëgjuar dhe më vërtet më ka lënë shumë përshtypje pozitive, thonë që nënat besimtare, pra bimt të gratë që roli kanë në histori, nënat besimtare, gratë besimtare të zonës së Diyarbakërt, që sot është në Turqi, shkojnë dhe kërkojnë të takohen personalisht me Salahuddin Eyyubin. Teksa ju thot, po themi sekretari thot që nëse keni një porosi ja dërgoj unë, jo thot ne kemi ardhur të flasim drejt për drejt me të. Edhe thonë që ai del, i thonë është një grup grash që duan patjetër të flasin me ty. Dhe del, edhe i thonë, a je njeri që mban amanetin? A je njeri që ti besojmë fjalës tënde? Po thot jam. Çfarë është puna? Çfarë është amaneti juaj? Çfarë duhet të mbaj? I thanë, në këtë shishe të vogël kaq ishte shishja. Kemi mbledhur të gjithë ekstraktin e trëndafilave të zonës tonë dhe duam që kur të çlirosh xhamin Aksa ta pastrosh me lëngun e këtij trëndafili, me nektarin e këtij trëndafili. Por vetëm ti mund ta bësh të. A e mban këtë amanet apo nuk e mban atë? Nëse e mban, ta dorëzojmë, nëse nuk e mban atë, nuk ta dorëzojmë ty. Thonë që ai u rënqeth, edhe i hypen lotët, se më thënë. Çfarë besimi këto nëna? Janë të sigurta që ajo xhami një ditë do të çlirohet, do të pastrohet dhe duan që parfumosja e xhamisë të bëhet nga mundi i tyre. Atëherë thot ai në gjitha betejat atë shishe të vogël e ka mbajtur në brezin e tij. Dhe puna e parë që ka bërë kur ka çliruar Kudsin është ka shkuar dhe ka çuar në vend amanetin atyre nënave që ndoshta do kishin vdekur, por i kanë besuar që do të vijë një ditë. Është shumë e rëndësishme që njeriu të besojë në atë të ardhmen. Besoj tek ajo që ka caktuar Zoti dhe ky është besimtari realisht. Ama pjesën që shikojmë gjithë e besojnë, ato që prekim gjithë e besojnë.